Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mbajti fjalën përfundimtare para trupit gjykues në Hag, duke deklaruar se është plotësisht i pafajshëm dhe se ekziston vetëm një e vërtet për të. Ai theksoi se misioni i UÇK-s kishte në thelb arritjen e paqes, jo nxitjen e luftës, dhe kundërshtoi pretendimet se qëllimi i saj ishte marrja e pushtetit në Kosovë. Sipas tij, çdo veprim ishte i motivuar nga mbrojtja e popullit dhe ai shprehu krenari për rolin që kishte marrë pa ndier pendes. Ai nënvizoi se rritja e UÇK-s nuk lidhej me kthimin e tij nga perëndimi, por me politikën represive të Slobodan Miloševićit. Sipas Thaçit, UÇK-ja ishte një organizim popullor në mbrojtje ndaj një shteti agresor dhe jo një ushtri shtetërore me synime pushteti. Ai kujtoi se pala kosovare i u përgjigj pozitivisht thirrjes për konferencën e Rambujës, duke zgjedhur paqen dhe demokracinë, ndërsa Serbia, sipas tij, zgjodhi luftën. Thaçi theksoi se Kosova pranoi një rol udhëheqës të bashkësisë ndërkombëtare dhe dorëzimin e armëve te NATO, gjë që sipas tij dëshmon se synimi nuk ishte kontrolli i vendit. Ai shtoi se ndikimi i tij ishte kryesisht politik dhe publik, duke promovuar një shoqëri shumë etnike dhe tolerante. Në fund, ai foli edhe për themelimin e gjykatës speciale, duke thënë se kishte besuar se ajo do të trajtonte akuzat e raportit të Dikmartit në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, kjo nuk ka ndodhur, çka i ka sjellë kritika të vazhdueshme në vend.